respekt dhe i sinqert për çdo njeri të zakonshëm që proteston. Por, jo për organizatorët e një proteste që bojkotin e parlamentit e ka instrument për të bllokuar vetingun. Le të aprovojnë të kundërtën. Le të vazhdojnë të protestojnë, le të vazhdojnë të bojkotojnë parlamentin dhe le të çojnë atje 3 njerëz duan që i përfaqësojnë për të ngritur komisionet që populli shqiptar përmes parlamentit dhe me kushtetutën në dorë të shpëtoj nga kthetrat e këtyre killerave të veshur me toga të zeza që kanë 25 vjet që i bien me çekiç kokës nënave të viktimave, që i bie me çekiç kokës vajzave të përdhunuara, që i bie me çekiç kokës të gjithë atyre që shkojnë në gjykat për të marrë një pronë dhe e humbasin pronën duke marrë çekiçin në lulet ballit. E me radhë. Ne jemi të bindur që në rrugën për të bërë shtet nuk na ndal dot askush, jo sepse jemi ne, po sepse kjo është një aspirat e shqiptarëve që ka ardhur koha të realizohet.